Unë sot e jap betimin Parlamentin e Kosovës si deputete me shumë krenari e thom, jam shumë e lumtur që jam kthy edhe do t'i shërbej vendit. A i pishmon që shove Brukselit erdhe mi bashkan gjithë një partije? Kur, këto e kum bo 200% me qëllim. Kom pas dikun rreth 17.000 si deputete e re është shumë e mirë. Albini, Donika bashk edhe unë në mesin e tyne. Lypen e në YouTube afërdita hajrizen edhe e gjene edhe e shehne për çka jam kthy. Shëndet, mirë dukesh? Mirë. Ka përa vjeni? Po vi për Brukselit. Prej Brukselit. Farë beri të mirë që sa vite atje? Po, jam që 15 vite atje. 15 vite. A një me familja atje? Jam me familja atje. Abdulon, me jetu Bruksel, çfarë ndryshimi ka me vendi ku jena në Kosovë këtu? Ka ndryshime shumë, po ma mirë se këto, për mu nuk është as Brukseli, e as një shtetë në botë. Sa me do Kosovën. Por nga kultura, nga edukata, a kemi dallime ta? Dallime shumë jashtëzakonisht të mëdha. Evropa është e ftoftë. Sferën që e gjenë në Kosovë, ngrohtësinë që e gjenë në Kosovë, nuk mundesh me gjetë në Evropë. Ato po ju garantoj. Sa mungon që kjo prim që zegi? Mungon gjithsesi mungon. Shumë mungon. Shumë. Janë ndryshe, njerëzit në rrugë se cilit mundesh me ju drejtu, me kërku ndihmë, me fol, me bisedu atje, se cili ka jetë për vete. Jo për të tjerët. Që një të mire, ka që s'miren me njerëz shumë ata. Me njerëz nuk meren, po edhe meren, mos me ndoni që nuk meren. Meren edhe ata, meren edhe ata në mënyrën e vetë gjithsesi. Meren edhe ata. Vesh në një mënyrë pak ma diplomatike. Nuk janë të hapën sikur na. Sikur ta. A dërgon sa të ka mërzit që kjo pjesë e gurbetit ty? Shumë. Pjesa e gurbeti është një kaftin shumë e vështirë jetës time, po kur nuk ka njeriu zgjedhje tjetër, jam sy në gurbetit. Edhe kthehet në momentin kur duhet më kthy. Jeni kthy? Unë sot e jap betimin Parlamentin e Kosovës si deputete me shumë krenari e thom, jam shumë e lumtur që jam kthy edhe do t'i shërbej vendit tim. Deputete? Po. Ka cila parti lutem? Jam prej partisë Guxo, në koalicion me Vetëvendosjen. Albini, Donika bashk, edhe unë në mesin e tyne. Deputet jam ma ere, qëfar krasësie, Faleminderit shumë faleminderit. Si kur një numër i madh ti ka besu këto vota ty? Ti ka dhënë? Është kënaqësi e madhe, është nder, është respekt që populli i Kosovës ta qetë votën, ta jap besimin, e qetë fatin e vetë në dorën tënde. Është shumë përgjegjësi e madhe. A i pishmon që shove Brukselit erdhe mi bashkan gjithë një partije? Kur, këto e kum bo 200% me qëllim, edhe me plot vetdije. Sa vota i morët? I kom pas dikun rreth 17.000 si deputete e re, është shumë e mirë. Kënaqësi. Edhe ty krahasu në moshë pak, me hi politikës pak, diçti është pak ma, po kjo është e guxim shumë që duhet me pas. Është një qëllim i madh për të cilin unë jam kthy këto. Sa qëllim të rigora pak? Nuk isha hy ma tutje, lypen e në YouTube afërdita hajrizen edhe e gjene edhe e shehne për çka jam kthy. Pse pikërisht jam kthy pikërisht me i shërby vendit tem. A është parti ma e mirë Vetëvendosja Guxo? Gjithmonë. A më mendoni që është parti e shpresës. Që 5 vjet populli i Kosovës ka pak shpresë, e tash me siguri me qeverinë e re Kurti 3, dyrt janë qelë për neve në gjitha anët. A do të gjatë kjo qeveri? Mandat pasi që e kemi një problem të presidentja. Kjo është qeveri e fortë, kjo është qeveri e mirë, kjo është qeveri e popullit. Se këto e marrën populli në pushtet. E kur të mbanë populli, ta ka dhonë populli besimin atëherë që ka donë ti ma mirë. Da i lajma kënë dëgju, a do të kemi presidente apo presidentin? Aty nuk muna me dhonë kur farë përgjegje, nuk e di se
si të vendosen, na jemi atë. Njëherë për njëherë, i kemi do punë të tjera me i kry, kur t'i krymë ato punë, atëherë veç shkojmë edhe të hapi i fundit. A meriton një mandat 2 të Vjeshta Osmani? Gjithsesi që e meriton, normal që e meriton. Ka bo përfaqësim dinjitoz në krejt botën. Na ka zbardh ftyrën në krejt botën, ku do që Vjosa është ullë edhe ka folë për Kosovën. Normal që e meriton. As deputet e re, cili është qëllimi juaj? Jam kurioz me ditë, pasi që... Qëllimi jem është me pa Kosovën kopsht me lullet më të bukura të kësaj bote. Që ajo është qëllimi jem. E kategoria për të cilën unë kisha shërby të jetën time deri në fund është kategoria e grave, e fëmijëve, viktimave të luftës, familjeve që kanë përjetu gjatë luftës, që ata janë shpirti jam. Do t'jesh siguruar. Unë e kisha ndërpër. Një pyetje shumë shkurt. A do të jesh zëri i fuqishëm si deputeti e re? Do t'a jap kontributin maksimal. Ma shumë nuk moj me dhanë. Patjetër është një mesazh për tu si deputet e re, gjithë njerëzve ku na dje ku doni më të madh që e kemi çaj kështu thënë. Gjithë njerëzve ju kisha thonë, punoni me nder. Mundohuni dhe ngriteni shtetin e juv aty ku Kosova e meriton. Punoni për Kosovën në mënyrë të drejtë e dinjitoze që ajo është krejt që ka lypet. Lejo të përshëndes, të uroj rrugëtim në barë ty, faleminderit shumë kënaqësi.